Audio Jungle. Përshëndetje për krejt juve që po na ndiqni çdo ditë. Si gjithmonë jemi bashkë nga e hëna në të premte në Dita me ne me mua Diorën, edhe sot si çdo herë tjetër mundohemi që përmes mysafirëve, përmes temave që i kemi, që sjellim juve çaste sa më të këndshme dhe sa më pozitive po themi. E këtë herë do t'ja nisem me një lajm shumë të mirë, pasi që bëhet fjalë për një futbolliste, saktësisht një futbolliste nga një klub i Kosovës, nga Dykoriku, e cila së fundmi është ftuar nga Kombëtarja e Shqipërisë. Ajo është vetëm 16 vjeç, por tashmë po shkruan historinë e saj në futboll, pasi që Leja Sulejmani, që e kemi sot të ftuar nga FC Dykoriku, është ftuar për herë të parë nga Kombëtarja e Shqipërisë U19. E ne kemi kënaqësinë që e kemi sot Lejen këto dhe kam na kallëzu pak a shumë për këtë ndjesim, për përvojën edhe për pasionin e saj më të madh, që është futbolli. Leja, shumë faleminderit që ke gjetë kohë dhe ke ardhur sot në Dita me ne. Unë fillimisht po them urime për ftesën edhe shpresoj që ka me të shku sa më mbar. Faleminderit më së pari dhe juve për ftesën. Faleminderit që ke ardhur ti, edhe unë desha me të pyet fillimisht, sepse e di që deri tek kjo ftesë është një rrugtim shumë i gjatë, apo edhe pse ti je shumë e re në moshë, po më na kallëzu pak a shumë se kur ja ke nisë më marrë ti me futbollin. A ke pas ndoshta gjithmonë dëshirë që prej kur je kone vogël, apo ka lind kështu të urrit? Dëshira u kon prej e vogël. Futboll jam që 3 vjet. Edhe që 3 vjetë, po, të thonë. Kush e ka vrejt spari talente? Na kanë qenë prindit, për shembull që të kanë thonë Leja shko, po dojna me të shti me një klub të futbollit, me po, apo ti ke insistu, ke thonë, po du mu marrë me futbol? Edhe unë, po të njëjtën kohë edhe prind. Edhe prind. E kam po atë qefin tempi që e vogël edhe kom fillu. Okej. A ke lujtë kështu në përlajgjën më halë me futbol? Edhe që atë e kam vrejt, ha? Okej. Mandej, ke fillu me njëherë me FC Dykorikun? Po. Okej. Qysh i mban mend për shembull në fillim kur je regjistru? A u kon pak e vështirë për shembull për ty? A je lodh shumë në për stërvitje? Në fillim, unë jem kon lojtare. Fillimisht kur jem hi si lojtare. Po gjithë adin e kom pas sa dëshirën tem që kom pas shef me po vetën edhe për tjere të njëjtën kohë, edhe pse në fillim ka dushën pozitë e lehtë, derisa adin e kom provu tamam pozitën e portieres. Tani trajnerat ka thonë se adin s'pe provën, adin, edhe thash, okej, po filloj qysht është, shtirë është shumë në tregun drejt, se do këtë veç një pozitë e lehtë adin, shtirë është shumë, besoj që kush është portier e din adin, po lojtarët menojnë që nuk është bashkë ashtu shtirë që është menojnë, ama shtirë për tjerë është shumë. Ka një farë përgjësie shumë atë madhe, nështë se lojtarët në anën tjetër mundën me bu ndeshjet mirë, po qëllojnë portieri i doptë se shumë i mirë edhe e pështojnë edhe ndeshin, që se ka, s'mujna me thonë që është e lehtë, sepse ka një përgjësi shumë të madhe. Zakonisht e dim që edhe kur shkojnë penala, krejt fajimi të portierit, ha? Okej. Leja, e di që te i mazi je gëzu ti, është gëzu klubi, po besoj që edhe krejt qytetarët e Kosovës që kam pas mundësi me ndjek lajmin, po më të regon pak a shumë para se me shku tek stërvitet edhe ushtrime që ka bën Leja gjithë ditë, ndoshta me na të regu se qysh e more vesh që të ka ftu Kombëtarja e Shqipërisë, në falë, edhe a e ke prit ndoshta sepse është një lajm shumë i mirë edhe shumë i madh njëkohësisht? Më të regu drejt, me prit, nuk e kom prit as pak, adin ma shumë kom prit për Kombëtarën të Kosovës, po për Shqipënisë jo, sështë që adin kom thonë jo, kam më marrë ftesa, po prap nuk është që kom thonë s'ko ma arrit dhe në Shqipëni, se për derisa qëfar punë e bëjnë në stëp gjdo det në ushtrime, thëm, adin që ke mund ka mu shpërbly një det, edhe që përshë veç mu shpërbly. Qa ka njësa? Ftesën e kom kuptu për menagerit, se dat limonit, që falenderoj shumë, se është motivi për kejt qika që atë jo veç për mu, për është motivi ma i ma që atë që na shtynë edhe nuk na le mu dërzu për kur gjë. Ma ka e ftesën edhe mu doke si mu konë nëndër, adin e pa përshkrushme është ndjesi. Qysh ka i momenti? A ishe ti vetë, a ishe me klubin, a ishe në shpet?
Tregona pak rrethana. Jam konë me klubin ushtrime, kena pas ushtrime tonën, do më thonë për këtë javë, edhe kena pas me mojt një mbledhje, edhe nëse më ka shumë manja që është për qatë ditë është presa. Jo. Edhe kena pas me folë për dësene, kështu për klubin, për diqka, edhe veç ma e ftesën edhe veç ma bu ledzeje, hape dhe ledzeje edhe... A e ditë ti pak a shumë që ndoshta është njëra prej kombëtareve që po të ftona, nuk e po ata sa të ja beren heq? Më tregun drejt edhe po edhe jo, ma shumë kom menu që kombëtare e Kosovës, po në momentin kur e kom hap letrën veç u dola, adin ajo figura e Shqipnisë kombëtarës edhe veç e dita që më kam ftu. Edhe besoj që e gëzu dy fesha, se më lutë për kombëtaren është një ndjesi krejt tjetër, pa marrë parasysh që edhe për Kosovën, po ndoshta që e kemi ndjek pak më shumë kombëtaren e Shqipërisë është një emocion tjetër, po themi. Sa janë gëzu për shembull edhe të klubit, e përmendi që menaxheri ka qenë një krah mbështetës, do t'i se daqë që ne kemi pas edhe mundësinë me pas edhe të ftuar dhe e kemi pa edhe nga afër krejt pasionin e ti dhe kontributin e ti jashtëzakonisht madhe dhe në sportin e vajzave në futbol, po mendoj. A ju ngëzu për shembull shoqet klubi, a zona pak edhe rreth tyre? Po, sonë që aty jam kumë veç kur e lexova letrën kash me klubin, normal u gëzun, trajneri, edhe po ashtu edhe mbështetjen teme kam edhe trajnerin Florentina Kallaba, trajnerin Ismail Berisha, po ashtu e kam edhe trajnerin për tjera, Grani Statovci, që u konë gjithë me mu. Adin, folë ti, one ku ma rritë qëtë ku jam. Ajo është bështetësi ma i madhë. Edhe falë punës, sepse është edhe punë ekipore. Aleja, sa i përket familjes, a i ki kallëzu të atyve, ata e kanë marrë vesh, që shka ndodhe edhe me të shpis në dështa? Po, tonën veç, adin një tregova dhe ftesë, normal, u bënë shumë krenor. A frite edhe ti, dheri kur ta takosh live, mja kallëzu, apo i ke kallëzu për mes telefonit? Që shka ndodhe? Jo, se direkt, mas mbledhjes direkt në ushtrimës, adin, po kur janë orë më morë, adin mas ushtrimev, ja kom tregu me njëherë dhe janë një shumë krenor. Ki që shke mujtë me pritë, se për shumë me njëherë kisha marrë telefonin, mja kallëzu, a? E ndoshta edhe i ke marrë kështu ma me qef edhe ushtrimet a deta, ke ushtrume ma shumë motiv. Kur jena të ushtrimet leja, ka zona pak një ditë të zakonshme të lejes, qoftë në ushtrime, qoftë edhe në jetë, sepse dim që sidomos sportet e tilla kërkojnë shumë lodhje, shumë sfida, po edhe që ja vlen krejt në fund, se shpërblejen që shpërblejen dhe të leja. Po, në fillim është zhjonan 7 mëngjes, shkojnë shkollë, kryjë mësimin, vinë shpe, përgatitna hobëk, i kryjë këtë rutinën tem, përgatitna me shku në ushtrimin për tjera, i kam rreth 1 orë e gjys, mas për tjera vjëm me ekip, 1 orë e gjys prap, edhe vinë shpe, veç pastrona dhe biflej. Kjo është dita e lejes, a? Sa të pëlqen ndoshta sepse e dim që nga njerë edhe qoftë edhe ajo që a kena qef, pak dhe mu bëjë lashme. Qëka të ka pëlqy mas shumë të sporti futbolit? Gjithë shka. Nuk po di qa me tregu bashkë me kështu, veç gjithë shka se është dyqysh si terapie jamja. Adin si të shkoj, jarrej me probleme, ku me di qa më kom puna, momentin që shkelin fush, harrohen kejtë sanet. Harrohen kejtë. Po besoj që përveç që të ndihmon edhe fizikisht, e përmendet që edhe psikikisht është goxha e mirë, po edhe në këtë aspektin që ti aty edhe shoqërohesh, edhe socializohesh, a ke bo shoqe? Shoqënin e kena shumë të mirë, jena shumë ngushta, jena krejt bashkë pi fillimi kur u the me lu klubi Dykoriku i Vojzav, jena si motra, se në haro shumë e shku bashkë, jena kone edhe në Kraci, edhe në ma shumë nga kanë afru qëto sene, adin edhe në Kraci jena shu deri në finale, jena bo nën kampione, që u konë shumë arritje për neve, se jena konë me plët shtete, jena shty edhe në kara me nejt një javë, edhe jena bashku shumë që aty, edhe në stërvitje, adin më nomi veç me motivu njona tjetërën. Adin, kena që veç me pa tjetërën ma naltë se ma naltë.
Pa tjetër. Edhe po besoj që edhe kjo pasqyrohet mandej edhe tek loja, tek ndeshjet, sepse do të me bashkëpunua si ekip edhe ju bashkëpunoni ashtu që është mas mirë. Po Lea, e përmendë pak një ditë të zakonshme tënde, po e di që edhe ushtrimet marrin shumë kohë. Qoftë mu para përgadit edhe me kry ushtrimet mandej edhe me shku në shtëpi. Sa e lodhshme ndoshta një ditë e Leas? Me thënë drejtën, shumë është, se shkaku që edhe në shkollë, edhe direkt si vi për shkollës në ushtrime, plus edhe me portira edhe me ekip, po kur e bën me qef nuk e një shumë të lodhë të Nuk e një lodhën, a? Jo. Okej. E përmendëm që ti gjithmonë, priqa e ke nisë, do më thonë ke startu me dy korrikon. A ka pas ndaj klub që gjithmonë e ke ndjek, se për shembull na i ndjekim klubet të huaja, po që kishe pas dëshirë me lujt, edhe pse tash je ndër klubet më të mira që i kemi edhe në vend, edhe tash më dhe kombëtare. A ka ndaj klub që të pëlqen, që e ki kështu si synim? Po, Real Madridi. Realin, okej. Është ondraja me mri atje. Po edhe ku jem qëtash është shumë mirë. Pa tjetër, na po flasim vetëm për të ardhmen, për të ardhmen. Për të ardhmen atje, menoj, që shpresoj që mëj me mri dej qatë pikë. Okej, çka të pëlqen ma shumë të Reali? Sti, nuk më di që më të regu se për që e vogën në stëp e kom pas një lojtar të preferum atje. Okej, cilin? Ronaldon. Ronaldon. Për fillimit, adin, e kom qynë në stëp ato dhe në Real, që më konë edhe në stëp edhe vojzat lujnë, për është ekipe edhe vojzat Real Madridi. Ondra më është me mëri një ditë që atje. Okej, e qka në që se të tirë Barcelona dash? Ti e ke fritë edhe për Kosovës, ka të tirë Shqipëria, që t'ka dalë ala ma mirë. Po, kështu ondra më konë me lu për vendin tem për Kosovën, po masi ftesa e Kosovës mungoj, marrë ftesa e Shqipënis, normal që pranoj, po që është edhe mungu ftesa e Realit më marrë dhe Barcelonës, normal që e pranoj. Normal. Lea, ka ndonjë portiere që të pëlqen, ndonjë portier që të pëlqen ma shumë? Noiri. Noiri të pëlqen, okej. Po. Noiri ka qenë një Gjermanisa, se për mbaj men prej kampionate vëtrore, Noiri. Okej, të pëlqen aja. Ndoshta mund të shme nga të regu se sa i përket të ardhmes tonde në futbol. Po, gjithmonë planojmë nga ftesa jote që e ke marrë, ftesën që të është dhenë faktikisht. Kur keme shku në kombëtaren e Shqipërisë dhe a je emocionuar? Kombëtaren e Shqipërisë ftesën e ku marrë për 30 prill, që është një lojë miqësore. Emocionuar jam, se kom prit, edhe konë diqka papritshme. Emocione kam, pak stres, ama Krejta ka pak, që shmendon që ka me shkoja, edhe pse është miqësore, po për ty është debutimi po themi i pare, a? Shpesoj që veç sa ma mirë. Sa ma mirë, edhe na urojmë që sa ma mirë. Qka se pas te du të me pas një futboliste, sepse te përmendit që jashtëzakonisht, do më thonë, e ki një orë e gjys para ushtrimeve, mande edhe ushtrimet me ekipin, do më thonë për krejt ato vajzat që pse jo kanë dëshirë si Lea me qenë më marrë me futbol. A është sport i letë? A është sport i vështirë? I letë nuk është, më të regu drejten, për të regu valmarët nëse bën një punë me qef, gjithë ka më të do ka din e letë. është pak, s'po di që më ta spjegu, është në herë që për shambull është na i loj që nuk të shkon mirë, bosh nervëz e krejt, ama janë këtë këto pjesë e futbollit se nuk më nërë gjithë veç me fitu. Adin do shë edhe me hup mu dërzu, e mu që prapë. Bile dhe na prej ekranit nervozohemi, e lemo ju që e përjetoni basha aty direkt. Do më thonë, paka shumë është me mbajt që të mindsetin, që të mindsetin e sportistit, që qa do që të ndodhë dëshme qenë, dëshme shku për para. A ka pas momente, për shembull Lea që ka thonë, do shta s'po vazhdojmë, po ndalë na pak po pushoj, që po thuaj kom pas një ditë keqe, një ndeshjet që ndoshta s'ka shku, mas mirë të mbot, po themi. Jo, kështu me nalë futbolin për gjithë, se kom e nuk kër, asë besoj që ka marrë që e di që kom e thonë penali qëtë, po normal është na i loj kur kritikosh, po normal kritika do është mi pranu pa marrë parasysh ajnë të mirat këshia,
kritikosh, thu pse bona që të gabim, ku mujtë ma mirë, pse s'po koncentrona e ketë, ama adin me pas qatë mene që jo, hupa që loj pe loj jo. Se veç, me shkoj veç të e përmisu, e këshyri për shambull qa ku më bo gabim, në ushtime, tregoj trajneri, tregojmë që shme përmisu, edhe e përmisej. Okej. A e marrë kështu këshillat për të mira, për të mirëqena, apo sepse e dim që nga njerë edhe me ndi kritikat kur jemi keq nuk është që i presë mirë për shambull. Sa i ke marrë shto afër zemrës kur ja ke nisë në fillim? Edhe tash besoj që je mësu pak a shumë. Po, në fillim, hopat e mi të parë, nuk janë konë, që me thonë shumë mirë se jem konë edhe ma e vogël, edhe për tjere u konë sezon e parë, edhe nuk është që adin, na e kena nisë futbolin, menagjeri ju në thonë sezonin e parë, veç me ecë në fush, veç kështë në qashtë, qysh është. Adin, tani për sezonat e tjera, i ka pas kë kriteret e veta, qa po dojna me bo, qysh me bo, tek me bo, po në fillim nuk është që më ka shku edhe shumë mirë, se jem konë e vogël me mosh, e vogël me trup, edhe normal që ma çdo loje jo nervëz, jo të kojt, ama gjithë këmë thonë që ka marrë që ajo ditë që këmë thonë ma në fund arrita që ato që doshta. Okej, edhe pse je hala e re në mosh, a e ke prishë ndërsa në moshën 16 vjeqare, ka me të ftu kombëtarja? Më tregu Kur ta mendojsh tash kur të kthehesh 3-4 vite mbrapa, kur ja ke fillu futbolin? Më tregu drejt jo, adin, po për shambull më thonë para 2 muje, 3, ka më thirë kombëtarja, adin edhe kisha pritë se kom ushtru shumë. Non-stop, ndodhë që kom ushtru në shi, në borë, në djel, adin, a më prapë, kër e kom ditë që jem të e bo për veti, për një tardë me tem, adin nuk është që më ka interesu shumë moti, ose sa lodhje për këm, po ma në fund arrita më marrë dhe e ftesë. Okej, edhe tash po besoj që edhe atje, që ke pas suksese dhe këto, ato suksese kanë me të përcjellë edhe të kombëtare, dhe na mëzis po presim me të po të luajtë me panelën e kombëtarës. Kallëzon pak tash para përgatitjet që po i bën. Sa je tu përgatit, a je tu i lojnë ndoshta vetës edhe pak pushim që me rimar vetën bashku të fillojsh edhe atje me datë 30 prill? Më tregun drejt, pushim nuk është që kam. Nuk ka leja pushim, a? Jo, ditë e javës jo, bili vikende kam ose qëtunën ose dilën një në lojve, që për shambull qëtunën e kam pushim. Më tregun drejt, jo s'kam që të mos jem të mënu mu përgatit më konë sa ma mira atje. Jam me përtira, jam me ekip, gjdo dit, me përtira filloj e para, i kry me përtira, shkoj me ekip, a pushim nuk është që kam edhe sështë që nuk të pëlqen me pushim. Nështë edhe pse e ke mësu gjithmonë me qenë aktive, edhe zakonisht kër i shohim njerë që jenë të nkonë aktiv, mandej nuk din asë qysh me pushu, se janë gjithmonë janë mësu me qenë aktiva, me punu gjatë gjithë kësaj kohë, edhe pse pushimi është edhe i mirë leja, na bën edhe mirë nga njerë me pushu, mu relaksu. Sa gjenë leja kohë për shambull edhe për shkollën, sepse dim që me dyat më marrë është pak ma sfiduse se për shambull tek moshatarët e tu që kanë vetëm shkollën për themi, a? Po, shkollën, munona dhe shkollës mi u përshkushtu sa ma shumë. Me shkollë është super, mirë. Okej, a ka në lojnë që të pëlqen pak ma shumë? Edukata fizike. Edukata fizike, a? Krejt lidhët me sportin, me aktivitetin fizik. Okej. Sa i përket të ardhmës, unë e paka shumë të pyta çfarë klubi kishe pas qef ose ku synon në të ardhmen, po dështë edhe pytja ma qënësore është a mendoj me vazhdu gjithmonë me futbol, a ishe si pasion, ku ishe leja bashkë vetën në të ardhmen, dhe pse ke kosa dush edhe me mendu, edhe me fokusu, po pësoj që rrugën që ja ke nisë nuk bën me undalë asë njera. Unë shpresoj që gjithë ku më konë me futbol, se ëndra jam është me mri dikun me futbol, edhe pse kejt janë ato fjollët, je qik, nuk bën sen, kush e këshirë futbolin e qika, po me këshirë shtët, qika ma shumë për mrinë se djemët. Shumë e vërtet. Edhe nuk është që i marrë shumë... Edhe shumë... ku në gjdo fusha, jo më veç futbol. Po, adin ma exactly po foli për futbol, edhe nuk është që adin mirë na shumë e fjollë, se unë e këshyri punën tem, unë e di qa du me bo, se mja nisë më mirë me fjollë, unë më të e kësha lënë dhe i sëtë. E vërtet, edhe krejt për besoj që t'ja kishë fillu me u marrë me qka thonë. Me gjithse, ka pas leja në ashtak si komente, sa dusha? Sa dusha. Edhe prej rrethit, ndoshta edhe prej atyre që nuk njojnë bashkë mirë?
Po, ma shumë janë që nuk më njohin, adin me zispresin, jo se qik, nuk bën sante me kësan, veç po shkon me hub ko, adin, po nuk është që i marrë shumë, adin, për zemër të fjallë, që mu së më hinë punë kër e di une qëfar talente kam e qëka do me më botë ardhën. Okej. Që e kështë dhe thonë për shambull qikave që dojnë më konë si leja portiere, po që dojnë më marrë dhe me futbol. E që ga njerë i njën këto fjallë për shambull dhe pak demotivohen, se dim që nështë ta një fjallë e ketë që pak sa do të që thu jo së pomanin jo kënej, po pak demotivan, po të në qofë se je ki vullnet për shambull si ti gjithmonë vazhdojnë për para. Ka shumë qika që adin kanë qef me lu futbol, po që thedhe ti fjallë, ti ose bosh si djallë është kjo, adin fjallë e parë, ma e ndëgjume. Po e kanë edhe atë frikën që adin me hi mos dërzona, adin mos më shkën keq. Unë kësha thonë që provëne gjdo sen që ju pëlqen, mos keni frikë aspi nëse dërzoni, se nëse të pëlqen që a i sen edhe nëse dërzohësh, ti prap ke mu luftu për qatë sen. Kështu që unë ju kësha thonë kejve, kujt i pëlqen me vazhdu. Me një kondrën e vetë, mos më ndiku pi kërkujna. E vërtet, edhe shumë që i tha këto fjallia, sepse po besoj që edhe krejt qika që po na të dëgjojnë, që tash i ke motivu pse jo dhe kanë dëshirë dhe ato me u marë. E përmendën qysh në fillim që je pjesë e dy korikut, ti vazhdojnë ushtrimet aty, sa herë njaftë zakonisht i ka leja ushtrimet? Gati gjithë dit i kam, me përtjera, do me thonë, i kam 3 herë njaftë. Me ekipe kam veç një dit t'javës pushim, në varet kur e caktojmë, për shembull me pas dillën loj, t'hanën na bojnë pushim, shkaka dhe mos mu lodhë shumë, tani të marrë të drejt ushtrime, po zakonisht veç një dit të mbjen ndodh me pushu. Veç një dit e ka leja gjatë javës me pushu. Zakonisht keni edhe ndeshje me një pjesën e përgara, ku e kemi dëgju që zakonisht merë një vendet e para të dyta, që është ta kjo ndjenja, sepse e përmend edhe udhëtimin në Kroaci edhe aty keni korë suksesit të mëdha. Loja tash jena në kampionat, lujnë për U17, jënë shumë, adin hi me plot vetë besimin që jena ma të mira sa ato gjithë. Adin gjithë e kena qitë mendim që mujna ma shumë, edhe nëse për shambull ndodhë që hupëm na i loj, për shambull qëtar na haro me hup me Prishtinën që nuk i kena prit, ama kjo është veç qysh adin nuk kena mujt, nuk e di pse qka o bo tek o bo, veç Ka njerë edhe dita që dhënë që dështa nuk është thjesht nuk ki fatë, se dhe futbolin ka njerë është edhe që është fati, sa du që dështa lunë mirë, po zakonisht ka njerë thjesht nuk është dita jonë, po të regova që do të me pasë normal edhe na i humbja se nuk është gjithë veç me fitore. Nuk është gjithë me fitore. Sa shpesh keni ndeshje kështu që luni këndër klubeve të tjera? Gjdo javë keni, ja? Gjdo vikend. Qysh ka lani zakonisht, qysh është atmosfera? Super, hi me plot motiv, shpresat të se cila i mojna, trajnerat, na motivojnë edhe super shkojnë ndeshjet. Ty vjen edhe një farë me madha, se je portiere, thamë. A je zakonisht të ajo që i motivojnë, për shambull, lojtarët, atë motivojnë ato ty? Po, zakonisht, jemon ajo që ju fuli ma shumë, se edhe normal ju në shëllojën ma mirë se këto, adin se këto jenë të ngone, ndodhë që jam pak ma largë edhe i shoh shumë mirë adin, për shambull, ku ga bojnë ku shto, ama ju nuk është që ju bërtas me thonë, për shambull, qajni ka bënë jo se najsen jo, veç, për shambull, 15 minuta kur kryet pjesa parë, shkojmë zhveshtore, i diskutojmë qajna të bo gabim, hina në pjezyt edhe i ndrejshëm kejtë sanat. Dhe mirët besha. Cila ka që ndërsa ndeshja që e manë me ngështë mas mirëte, që ka një prej ndeshjeve ma të preferuara? Qofto se kur keni hu, po se keni fitu, po që e manë me ngështë gjithë leja? Kondër Prishtinës. Kondër Prishtinës. Po, kena fitu. Keni fitu, a ka qenë tash të fundmi, apo ma herët? Jo, gjithë kena fitu kondër tynev, gjithë sezon i kena mujt, po të regova qitë sezon, diçka nuk nga dashti, po kryesorja prap se prap. Ka sezona sa dush, që
edhe me hup një herë, dy herë, përse që s'ka problem. Lea, për ndalme dhe tek një pjesë që është shumë e rëndësishme, që është edhe mbështetja, për shembull, që e ki qoftë prej familjes, qoftë prej rrethit, qoftë prej trajnerave, sepse janë edhe ata që domosdoshmërisht janë pjesë e rutinës tonde, jetës tonde dhe që të ndihmojnë pak a shumë të motivojnë. Sa është e rëndësishme për shembull për ty me pas njerëz që të motivojnë, për shembull, qoftë prej shtëpisë, qoftë prej rrethit. Është shumë e rëndësishme. Unë kam edhe shoqnin, edhe që nëse adhe nuk kanë lidhje shumë me futboll, prap vinë në qyrin çdo ndeshje, më suportojnë, po janë aty. Familjen gjithashtu e kam të partë, trajnerat, menaxherin. Adhe motivimi është shumë, adhe është ndryshme me pas dikën që të motivon, se e ki diqysh edhe më atlet. Ata a kujdesin çdo herë me qenë edhe të familjes edhe shoqet e përmendë, kujdesin gjithmonë me qenë në ndeshje. Çka ndodh që ndoshta me një ndeshje nuk mundet me qenë, a vjen motivimi? Pak po, adin, se kur isha edhe diqysh adin, këm qef, knoqna dhe, po prap edhe mos me mujt me dal në punë që nuk janë, adin. Se ka njerë edhe ndoshta edhe puna edhe jeta. Vjen mirë po që edhe ne po kemi dëshirë me të ndjek edhe nga avër Lea, që është mbron. Çka e bën një portier të mirë për shembull, sepse përmendëm i dhajt disa mesazhe shumë të mira për krejt vajzat, për krejt qikat që kanë dëshirë me bëu portiere, po për shembull që po na dëgjojnë që thash, çka duhet me pas ato që më bën një portiere e mirë? Koncentrimi do të më kun pika e parë, edhe më kun e koncentruar me qatë punë që bën. Ndikimi i fjalëve që e ceka nuk s'është interesant me i dëgju. Komunikimi, sjellja, po më shumë koncentrimi të vynë. Koncentrimi, Më shumë të është koncentrimi. Sepse edhe futboll, po më duket që shumë shpejt ndodhin gjanat edhe nga njerë nuk e shen ndoshta edhe çka po ndodh, kështu që gjithmonë me qenë e fokusuar. Po me qenë e fokusuar, zakonisht duhet me edhe më kujdes edhe për gjanat e tjera, që është edhe ushqimi, ndoshta edhe me pushu pak më shumë. A kujdeset Lea edhe për këto gjanat e tjera? Se kështu po më duket që je shumë strikte me veten, a? Po kujdesna edhe për to, normal. Edhe nga ana e ushqimit, do të thonë je gjithmonë kujdesesh ka pak se e këshyr çka po konsumon, çka jo, se normal duhet me pas performancë të mira. Edhe pse lodhemi nga njëherë. Lea, ndonse ne jemi drejt minutave të fundit, unë kisha pas shef prej teje, edhe çfarë dokumenti që ki, qoftë edhe ndonjë falënderim që ki me bo, për krejt ata që ty të përcjellin edhe të kanë mbështet gjatë këtyre viteve, por edhe tash sfundmi që je ftuar se nga kombëtarja e Shqipërisë. Çka po pret tash? Tash veç mu falenderu, mos pari pjo falenderu na vetës, që adin nuk jam nalë kërë, prindve të mi që kanë besu në mu, edhe normal trajnerave, ma kryesorve punën që kanë bo për mu palëshme, menaxherit, shoqnisë. Që kanë besu në mu, se për shtaki që e për mena, kanë besu në mu, do me thonë. Po, ma shumë të ke besu edhe në vete, edhe në vete, Lea, nuk je ndalë asë njëherë. Çka po pret tash, Lea? Po pret me shku te kombëtarja? Po pres me shku, norma shpejti 30, me shku, me kallëzu vetën edhe me jep ma të mirën tam. Edhe na po të urojmë që veç suksese dhe urojmë që ki me kalu që është mas mirti, ka me të shku mbarë, gjithçka dhe neve na ki këto, kur do që ki më prononcu, edhe se jo të fresëm edhe kur vjen në Kosovë, mandej, sa po planifikon me najt anej? Apo shkon vetëm për adit, mandej? Për atë loj mitësore më dogot e kam një herë, tani ma nej nuk e di. Okej, kështu që pret ndoshta edhe qysh vjen punta. Ne po të urojmë jashtëzakonisht sukses edhe një herë Lea, edhe po të falenderojmë shumë që ke qenë sot dhe i ke nda me neve edhe përvojën tënde në futboll dhe i ke nxit edhe vajzat e tjera që dojnë mu bo si Lea portiere, por edhe pozitat e tjera, pse jo, se ti tha fillimisht ke qenë lojtare, mandej ke shku si portiere, kështu që nuk i ke ra peshman, që i ke ngu edhe trajnerat edhe menaxherin. Falenderoj shumë zemër që ke qenë sot dhe të shkupt sa më mbarë. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën edhe. Faleminderit ty. Ne të presim çdo herë.
E shiku së dashur, ishte kjo intervista me Lea Sulejmanin, 16 vjeçare nga Dykoriku, nga klubi i vajzave për futboll Dykoriku, e cila së fundmi, që përmendëm edhe shpesh gjatë intervistës, është ftuar nga Kombëtarja e Shqipërisë U19, mandej pret edhe atje që të shpash talentin e saj, pa tjetër, edhe ne presim me padurim e pa që po shkëqen Lea dhe krejt lojtarët e tjera që vinë prej Kosovës. Faleminderit edhe juve që keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe me neve dhe përshpresoj që edhe ju sa do pak keni motivu nga kjo historia. Faleminderit shumë nga unë Diora, mirëmbëngjes.